kemi rritjen e çmimit të arit në mënyrë të drastike nëpër bursa, sepse e para investitorë kur tremen nga luftrat i drejtohen atyre që quhen safe harbors apo gjire detare të qeta, pra që për të shmangur nga dallgët dhe blejnë metale të çmuara, por jo vetëm, përdoren si lëndë e parë në industrinë e telefonisë celulare, në industrinë e fotovoltaikëve, bateritë e famshme, qoftë nga makina, nga celularët e mëra. Pra, janë lëndë të para shumë të rëndësishme për dominuar botën nesër pas nesër. Pra, një element që gjitha këto është Kina që po blen çdo gjë. Po blen çdo lloj metali të çmuar, po blen çdo lloj aseti i cili do t'i shërbejë nesër për të mos ndaluar prodhimin që po bën, forcizimin që po bën në botë. Për shembull, Kina subvencionon makinat. Kemi një përhapje të jashtëzakonshme me makina, po njerëzit nuk e kuptojnë që pra secili individ i turret përfitimit individual. Pra unë blej një makinë kineze me 15.000 euro krahasuar me makinën europiane që kushton 25.000 euro apo 30.000 euro, sepse mendoj që kursej 15.000 euro. Por nuk mendon se çfarë po bën, sepse nesër për ata që ndoshta e njohin industrinë e automotivëve, vetëm bateria e asaj makinës mas 50 do i kushtoj gati 10.000 euro të tjerë. Vetëm bateria. Përveç se do jesh i varur nga gjitha pjesët, nga gjithë gjërat nga Kina. Marka kineze Build Your Dream, ato makina që shojmë rrugës BYD-ja, në fakt edhe emri fantastik, ndërtojnë ndrën tënde. Është tamam, është ngjasi si brand promise. Po janë subvencionuar nga shteti kinez gjithë, pra prandaj i dalin me kosto të tillë. Kjo është problem. Dhe nuk është rastësore kjo gjë. Si slogani vet Kinës, ndërtojnë ndrën tënde. Është të jetë. Po ato kanë ndikuar te ulja e çmimeve në Europë, edhe të markave serioze si Volkswagen e tjera. Po i çojnë falimentim një pjesë e mirë e fabrikave të famshme, pra markave të famshme të makinave sot, jo vetëm po shkurtojnë vende punë, po shkurtojnë disa fabrika, me të vërtetë kanë probleme serioze financiare dhe ndoshta ky është qëllimi